nderuar vëllezër dhe motra, po dëshiroj që ta bërë tek ju një ndjenjë dhe një ndjesi që e pata momentit kur e vizitova këtë xhamia Sultan Ahmet në Stamboll. Përderisa pash vizitorë dhe përderisa pash njerëz më kujtu një ajet kuranor i cili gjendet në surën El-Hujurat, ku Zoti i Madhërisht thotë: o ju njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, dhe prej tyre pastaj bëm popull e fise, në mënyrë që të njiheni mes vete, e më i miri prej jush është ai që është më i devotshëm nga ju. Nga ky kuptim i këtij ajeti kuranor, po përcjell mesazhet që ndjeva në veten time, të pash shumë njerëz, popull e fise, cilët kishin ardhur për me vizitu këtë shtëpi të Zotit, kush prej tyre besimtar e kush prej tyre jo besimtar. Mirë po atë ndjesinë që unë e mora prej kësaj ngjarjes e prej këtij realitete është se popujt dhe fiset ekzistojnë. Për çfarë arsye? Zoti i Madhërisht ka kriju të tillë në mënyrë që të njihen. Mirë po vlera e tyre ose vlera e një popullit nuk është ndaj një populli tjetër. Mirë po vlera është me atë që Zoti ka vlerësuar që është e mirë dhe është e ndershme, ku thot në fund të ajetit kuranor: inna akramakum inda Allahi atqakum. E më i miri prej jush është ai që është më i devotshëm nga ju. Andaj devotshmëria arrihet me vepra të mira, devotshmëria arrihet me punë të mira. Dhe vlera e njeriu nuk është pse ai është shqiptar, ose pse ai është amerikan, ose pse është gjerman, ose pse është turk, ose diçka tjetër. Mirë po vlera e njerëzve arrihet kur ata kanë vlera njerëzore, kur ata janë ashtu që duhet me qenë me të vërtet njerëz, me vepra të mira të dobishëm për veten, familjen, shoqërinë dhe mbar njerëzimin. Zoti na bëft prej tillë. Faleminderit shumë. Selam aleikum.